Të nderuar pjesëmarrës në turneun memorial Mustafa. Në nderim të ish-drejtorit dhe profesorit të ndjerë të edukatës fizike të shkollës fillore Bajram Shabani në Kumanov, Mustafa Bibi, ditë më parë u mbaj turneut memorial në futboll të vogël. Në këtë turne morën pjesë ekipet përfaqësuese të shkollave fillore, Kongresi i Manastirit nga fshati Llopat, Kirili e Metodi nga fshati Romanli, Naim Frashëri nga Kumanova dhe shkolla Nikoqire Bajram Shabani. Ky turne si vjet u mbajt për herë të parë me tendencë që viteve të ardhshme të zgjerohet me pjesëmarrje edhe të shkollave të tjera. Të nderuar pjesëmarrës, nxënës, arsimtar, prind e të tjerë, ky turner, pra memorial Mustafa Bibi, do të mahet çdo vit, pra do të jetë tradicional në vigjiljet të 80 vjetorit, në vigjiljet të 80 vjetorit të patronatit të shkollës fillore, por edhe vitet e ardhshme do të vazhdojmë me këtë turner. Shkaku i mbajtjes së këtij turneri është se Mustafa Bibi, inxhinieri Mustafa Bibi, ish drejtori i Bajram Shabanit, ka qenë arsimtari i edukatës fizike shumë vjeçare, ka korë suksese, 3 herë ka qenë kampioni i Maqedonisë me vajzat në futboll të vogël dhe futboll të madh. Gjithashtu ka qenë edhe 2 herë ka qenë vendin e dytë ka zonë edhe në shumë turnire të tjera. Gjithashtu ka qenë trajner në klubin futbollistik Bashkimi, si edhe në grup moshët e Bashkimit. Pra ka pas një kështu të kaluar shumë të madhe të sportit. Pra i lidhur ka qenë me sport, përveç kulturës, kuptohet edhe në kulturë, edhe në sport. Tash turneri do të mahet me 4 shkolla. Shkolla Nikoqire Bajram Shabani Kumanov, e udhëhequr nga arsimtari Sazan Latifi dhe Maliq Latifi. Shkolla e Ramalis Kirili dhe Metodi Lirim Isufi, me arsimtarin Lirim Isufi. Naim Frashi me arsimtarët Okta Jusuf dhe Faton Zenuni. Si dhe shkolla e Llopatit me trajner Nderim Tefikun. Shkolla e Llopatit pra Kongresi i Manastirit. U bë hudhja e shortit mes arsimtarëve dhe në lojën e parë kemi nder të përcjellmi 2 ekipe nga Kumanova tash. Naim Frashi dhe Bajram Shabani.
Tash pas ndeshjeve që u zhvilluan, ku shkolla fillore Bajram Shamani zuri vendin e parë, vendin e dytë e zori shkolla Kongresi Manastir nga fshati Ramali, nga Llopati, shkolla fillore Naim Frashi vendin e tretë dhe vendin e katërt Kirili dhe Metodi nga fshati Ramali. Tash bëhet ndarje e kupës për vendin e tretë që zuri shkolla fillore Naim Frashi, ndërsa kupër dhe minojit ndan drejtori shkollës fillore Bajram Shamani, Fatmir Bibi. Gjithashtu ftojmë edhe arsimtarin Okta Jusuf ta marrë një mirënjohje. Tash vendi i dytë, shkolla fillore Kongresi Manastirit nga fshati Llopat. Me njohjen e ndan Ideal e Bibi. Djali të ndjerit Mustafa e Bibi. Ftojmë edhe arsimtarin nga fshati Llopat, Kongresi Manastirit për mirënjohjen. Kampionët e turneut, pra vendi i parë, shkolla fillore Bajram Shamani, Kumanov. Mirënjohjen e ndan djalit të nderit Fatmir Bibi. Gjithashtu edhe një diplom për arsimtarin të batës fizike. Sazan, hajde kampion. Asta e gjenoj. Hajde drejt. Ishte kënaqësi, ishte privilegj ta organizojmë një turne memorial siç ishte drejtori, kolegu, një njeri palodhër Mustafa e Bibi. Këtë vit vendosëm 4 ekipe të marrin pjesë në këtë turne. Shpresojmë vitin tjetër sepse ky turne do të jetë tradicional. Prej vitit tjetër shpresojmë ose të arrisim numrin apo diçka ndryshojmë. Kjo është edhe për nder të shkollës, ndërlidhet edhe me shkollën, me patronatin e shkollës, i cili është 80 vjetor i shkollës Bajram Shamani. I plotësoj të gjitha parashikimet këtij turne? Po, besoj që po, çaj kemi pas agjendën, besoj që u kry me sukses, pastaj shkollët shka ishin pjesëmarrës edhe këtu, nga fshati Ramali, Kirili dhe Metodi, nga Llopati ishte Kongresi Manastirit shkolla fillore dhe shkolla fillore Naim Frashi nga Kumanova. Besoj që fëmijët u kënaqën, luajtën, çka ishte më me rëndësi se nuk pat lëndime apo diçka dhe gjithçka shkoi ashtu siç pritej. Vitin e ardhshëm do ta zgjeroni apo në këtë format? Po, shpresojmë ta zgjerojmë 6 apo 8 shkolla, apo ndoshta do të ketë edhe risi tjera, të vendosim me veteran të luajmë, apo kolektivet për vitin e ardhshëm, apo kolektivet i shkollave. Sot po të nderin përfatsoj një turner memorial përkushtuar
arsimtarit dhe drejtorit Mustafe Bibi, i cili tër jetën i përkushtoi arsimit, sidomos në shkollën fillore Bajram Shabani. Ai ishte një person i cili me të vërtet dha kontribut të jashtëzakonshëm si në lëndën e edukatës fizike, po ashtu edhe në lëmin e sportive. Po ashtu ishte edhe një herit edhe një vëntar i shkëlqyeshëm, po edhe koreograf në shoqërinë kulturore artistike Bajram Shabani. Mustafin e Bibin me te kemi ndarë, do thot kabinetin e edukatës fizike plot 36 vite. Ka punu me përkushtim të madh. Ka kalu shumë gjenerata ku kemi korë sukseset të jashtëzakonshme, do thot në lëmin e sportit. E sidomos futboll me ekipet e vajzave. Nga viti 2007, kur kemi fillu dhe të marrim pjesë me vajzat, deri në ditët e sotme, kemi dhënë me të vërtet sukseset të jashtëzakonshme. Kemi qenë kampion shteti, nën kampion e kështu me radhë. Për Mustafe Bibin, s'kam fjalë çka t'rregoj tjetër, për pos, thot, i dëshiroj në të botën amshushme, një jetë qetë atje. Ndryshe, Indjeri Mustafe Bibi ka qenë edhe trejneri i ekipeve të ndryshme kumanovare, e ndërto edhe i KF Bashkimit. Ai gjithashtu ishte edhe seleksionues i Maqedonisë për grup moshat U15. Të nderuar pjesëmarrës në turneun memorial Mustafe Bibi.